Në veri të Tanzanisë, ku lugina e madhe e riftit gris tokën prej më shumë se 65 milion vjetësh, ekziston një popull që beson se ka ardhur në botë duke rëshitur nëpër qafën e një gjirafe. Hadzabe jetojnë në këtë peizazh prej 50.000 vjetësh, duke gjuajtur saktësisht siç bënin paraardhësit e tyre kur njerëzit e parë modern filluan të shpërndaheshin nëpër planet. Sot, mbeten vetëm 300 deri në 350 njerëz që jetojnë në këtë mënyrë stërgjyshore. Dhe kur një nga këta gjahtar arrin të rrëzojë një gjiraf afrikane, ndodh diçka e jashtëzakonshme. E gjithë komuniteti braktis kampin e tij dhe zhvendoset atje ku ra kafsha. Nëse jeni të apasionuar pas kafshëve të egra dhe dokumentarëve të vërtet, më u largoni nga kjo video. Ndiqeni deri në fund, pajtohuni tani në kanal dhe komentoni nga po na ndiqni. Gjëja e parë që duhet të kuptoni për Hadzabet është se ata nuk jetojnë në të kaluarën. Ata jetojnë në një të tashme të vazhdueshme që thjesht nuk ka ndryshuar kurrë. Ndërsa qytetërimet lindnin dhe vdisnin rreth mesdheut, ndërsa perandorit ndërtonin piramida dhe katedrale, ndërsa njerëzimi shpikte bujqësinë, shkrimin, rrotën, barutin dhe telefonin celular, Hadzabet vazhduan të bënin saktësisht atë që kishin bërë gjithmonë. Duke gjuajtur, duke mbledhur, duke lëvizur nëpër savanë sipas stingëve, duke ekzistuar në harmoni aq të përsosur me mjedisin e tyre, saqë historia e tyre gojore nuk regjistron asnjë episod të vetëm urie. Asnjë. Në 50.000 vjet. Mendojeni këtë për një moment. Ndërsa Evropa mesjetare varroste miliona të vdekur nga murtaja e zezë, ndërsa Kina perandorake përballej me thatësira që shfarosnin provinca të tëra, ndërsa qytetërimet amerikane kolapsonin, Hadzabet thjesht vazhduan të gjenin ushqim. Çdo ditë. Për 500 shekuj rresht. Ata banojnë në brigjet e liçenit e Yasi, një trup uji i kripur dhe i cekët që shtrihet për rreth 80 kilometra gjatësi dhe 14 kilometra gjerësi mesatare në fund të luginës së madhe të riftit, në veri të Tanzanisë. Liçeni ndodhet pak më shumë se 1030 metra mbi nivelin e detit, i pozicionuar në bazën e rrafshnaltës së Serengetit, rreth 75 kilometra në jugperëndim të kraterit të famshëm të Ngorongoros dhe 100 kilometra në jug të parkut kombëtar të Serengetit. Peizazhi rrethues është një përzierje savanash të hapura, pyje akaciesh të përdredhura nga era dhe dielli i pamëshirshëm, dhe baobab madhështor që mund të jetojnë më shumë se 2000 vjet dhe të arrijnë trungje me perimetër monumental. Palma dom rriten përgjatë brigjeve të liçenit, duke krijuar pyje që duken pothuajse tropikale në kontrast me tharjen rrethuese. Vegetacioni dominohet nga specie të përshtatura me thatësirën, Acacia tortilis, Acacia mellifera, Commifera africana. Shkure me gjemba formojnë dushje të dendura në disa zona, ndërsa të tjerat janë plotësisht të hapura, me barishte të arta që lëkunden nën erën e nxehtë. Temperatura është pothuajse gjithmonë përvoluese. Lugina merr vetëm 500 deri në 600 mm shi në vit, të përqendruara në dy stin, shirat e gjatë nga marsi në maj dhe shirat e shkurtër nga nëntori në dhjetor. Pjesa tjetër e vitit është e thatë. Brutalisht e thatë. Gjatë stinës së thatë të zgjatur që zgjat nga qershori në tetor, avullimi të i kalon në mënyrë dramatike rreshje. Pjesë të liçenit thjesht zhduken, duke u shndërruar në fusha kripe të bardhë dhe shkëlqyese ku është e mundur të ecësh nga një breg në tjetrin. Është në këtë periudhë që kafshët përqendrohen rreth pak burimeve të ujit që mbijetojnë. Burime që dalin nga shpatet shkëmbore. Pellgje që formohen në gropat natyrore të terrenit. Pjesë të lumit si biti që ende ruajnë pak rrjedhë. Jeta e egër konvergjon në këto pika si pelegrinët në një shenjtërore. Dhe është saktësisht në këtë periudhë që gjahtarët Hadzabe ngren pritat e tyre për gjirafën e madhe afrikane. Konsideroni sfidën që kjo përfaqëson. Një gjirafë e rritur mund të masë midis 4 metra e 30 cm dhe 5 metra e 70 cm lartësi. Rekordi i regjistruar për një mashkull ishte gati 6 metra, mjaftueshëm i lartë për të parë mbi një ndërtesë dykatëshe. Pesha mesatare e një mashkulli të rritur është 1192 kg, e barabartë me afërsisht 2 kuaj të fuqishëm tërheqjeje. Femrat janë më të vogla, duke peshuar mesatarisht 828 kg, por gjithsesi përfaqësojnë një sasi të jashtëzakonshme mishi dhe burimesh. Lëkura e kafshës mund të ketë deri në 20 mm trashësi në disa pjesë të trupit, e barabartë me 2 monedha të vendosura mbi njëra tjetrën. Është një armaturë natyrore që ka evoluar përgjatë miliona vjetësh për të mbrojtur kundër grabitqarëve, gjembaçëve dhe parazitëve.
Njollat karakteristike nuk janë vetëm dekorative, çdo model është unik si një shenjë gishtash njerëzore dhe ngjyrimi ndihmon në rregullimin e temperaturës trupore dhe në kamuflimin e kafshës mes hijeve të akacieve. Këmbët e një gjirafe janë armë vdekjepruese. Një goditje e vetme mund të gjenerojë forcë të mjaftueshme për të shtypur kafkën e një luani të rritur ose për të thyer shtyllën e tij kurrizore menjëherë. Luanët janë grabitqarët e vetëm natyror që përfaqësojnë kërcënim real për gjirafat e rritura, e madje edhe atëherë, sulmet shpesh përfundojnë me grabitqarin e vdekur ose të plagosur rënd. Thundra e një gjirafe të rritur ka afërsisht madhësinë e një pjate ngrënieje, një sipërfaqe e fortë dhe e mprehtë në skaje e aftë të shkaktojë dëme shkatërruese. Zemra e kafshës është një makinë e jashtëzakonshme e inxhinierisë biologjike. Peshon rreth 10 kg, afërsisht sa madhësia e një topi basketbolli dhe mat rreth 60 cm gjatësi. Ajo duhet të pompojë gjak me një presion afërsisht 2 herë më të lartë se ai çdo gjitari tjetër të madh për të arritur të dërgojë oksigjen deri në atë tru të pozicionuar metra lart në majtë të qafës. Një sistem kompleks i rregullimit të presionit i quajtur rete mirabile pengon që teprica e gjakut të përmbyt trurin kur gjirafa ul kokën për të pirë ujë. Dhe sytë të pozicionuar në anët e kokës, lart në atë qafë që funksionon si një kull vrojtimi lëvizse, sytë e dalë të një gjirafe arrin të shohin grabitqarët që afrohen kilometra larg në të gjitha drejtimet. Shikimi plotësohet nga dëgjimi dhe nuhatja jashtëzakonisht të mprehta. Çdo lëvizje e dyshimt, çdo tingull i pazakont, çdo erë grabitqari e mbartur nga era dhe gjirafa është tashmë në alarm, gati për t'u larguar me shpejtësi deri në 56 km/h. Tani mendoni për gjahtarin Hadzabe. Ai ka një lartësi mesatare prej 1,60 cm. Peshon ndoshta 55 kg me kushtetutën e hollë dhe muskulore të dikujt që ecën 15.000 hapa në ditë që kur ka mësuar të ecë. Trupi i tij shfaq shenjat e një jete të tërë në shkuret afrikane, plag nga gjuetit, nga kafshimet e gjarpërinjve, nga gjembaçët dhe akrepat, nga rënjet prej baobabëve ndërsa mblidhte mjalt, ndoshta edhe nga një takim me një leopard. Arma e tij e vetme është një hark druri gati 2 metra i lartë, i bërë nga dru i fortë dhe fleksibël, aq i fuqishëm sa kërkon një forcë prej afërsisht 311 Newton për t'u tërhequr plotësisht. Kjo është e barabartë me rreth 70% të peshës trupore të vet harktarit. Djemt Hadzabe marrin harqet e tyre të parë në moshën 3 vjeçare dhe kalojnë gjithë jetën duke përsosur teknikën e tyre, duke ushtruar çdo ditë derisa lëvizja të bëhet aq e natyrshme sa frymëmarrja. Shigjetat prodhohen në mënyrë artizanale nga druri kongoroko, të pajisura me pupla pule gineje për stabilizim në fluturim. Majat metalike sigurohen përmes tregtisë me kovaçet e fisit fqin datoga, të farkëtuara në të ftohtë nga goshtë ndërtimi ose copa të tjera metali të disponueshme. Shigjetat udhëtojnë me rreth 45 metra për sekond, me një energji kinetike të vlerësuar në afërsisht 37 joule. Por gjahtari duhet të afrohet jo më shumë se 25 deri në 50 metra nga kafsha për të pasur ndonjë shans për goditje efektive. 50 metra nga një gjiraf me shikim panoramik prej 360 gradësh, dëgjim të mprehtë dhe nuhatje të aftë për të zbuluar praninë njerëzore kilometra larg. 1-1 në fushë të hapur do të ishte vetvrasje. Por Hadzabet nuk gjuajnë gjirafa në mënyrë të improvizuar. Nuk e ndjekin kafshën nëpër savan. Nuk përpiqen ta rrethojnë në grup. Nuk përdorin kurthe mekanike apo gropa të gërmuara. Ata e shndërrojnë vetë peizazhin në një prit të heshtur dhe vdekjepruese. Gjatë stinës së thatë, kur uji bëhet i pakët dhe kafshët nuk kanë zgjedhje tjetër veç se të vizitojnë pak burimet që mbeten, Hadzabet njohin çdo pus, çdo burim, çdo grop ku lagështia vazhdon edhe kur gjithçka rreth e rrotull është tharë. I njohin këto vende prej brezash të panumërt. Gjyshërit e tyre gjuajtën atje. Gjyshërit e gjyshërve të tyre gjithashtu. Dhe paraardhësit para tyre duke u kthyer pas në kohë deri në epoka që vetë historia e shkruar nuk i arrin. Njohuria u transmetua nga babait e djali për 1000 vjeçar, e koduar në një gjuhë që nuk i ngjan asnjë tjetre në tokë. Hadzane është ajo që gjuhëtarët e quajnë një gjuhë e izoluar. Për dekada, kërkuesit u përpoqën ta klasifikonin bashkë me gjuhët kojsan të Afrikës Jugore sepse të dyja përdorin tinguj klikues. Por analizat më të detajuara zbuluan se nuk ka fare fisni reale. Hadzane lindi dhe evoluoi plotësisht e pavarur nga çdo familje tjetër gjuhësore e njohur.
Është ndoshta një nga gjuhët më të vjetra që ende flitet nga qenjet njerëzore në planet. Përmban tinguj klikues dhe kërcitje gryqore që duken të pamundura për çdo që nuk është rritur duke e folur. Nuk posedon sistem shkrimi. Ekziston vetëm në traditën gojore, e transmetuar brez pas brezi përmes tregimeve, këngëve dhe bisedave rreth zjarreve. Afërsisht 800 njerëz ende e flasin rrjedhshëm, shumica të rritur të moshuar. Të rinjt po migrojnë gradualisht drejt Suahilit, gjuhës franca të Afrikës lindore. Dhe një pjesë e këtij fjalori stërgjyshor i kushtohet ekskluzivisht gjuetisë, 10 fjalë të ndryshme për të përshkruar kafshët e vrarë në gjendje të ndryshme, kushtet e preve, llojet e terrenit, sjelljet e aratisjes, cilësitë e mishit. Një saktësi gjuhësore e lindur nga 50.000 vjet vëzhgimi, gjurmimi, vrasjeje, mbijetese. Kur një gjahtar vendos të ngrej një prit për gjahun e madh, ai fillimisht identifikon vendin ideal. Hadzabet i quajnë këto pozicione prite Salameda. Mund të jetë një burim uji natyror që vazhdon edhe në thatësirën më të rëndë. Mund të jetë një grupim baobabësh me fruta të pjekur, pasi këto pemë mund të japin fruta deri në 5 muaj rresht dhe tërheqin kafshë të ndryshme. Mund të jetë një përqendrim termitesh që tërheq milingonangrënësit dhe gjitar të tjerë. Mund të jetë një grumbull bishtajash të reja akacieje. Gjahtari studion terrenin me vëmendjen e dikujt që ka mësuar të lexojë peizazhin para se të mësonte të fliste. Vëzhgon modelet e lëvizjes së kafshëve përgjatë ditëve. Vëren cilat shtigje janë më të përdorura, ku vegetacioni është shkelur së fundmi, ku ka jashtëqitje të freskëta. Analizon drejtimin mbizotërues të erës në atë zonë specifike, sepse një flak që mbart erën e tij në drejtimin e gabuar mund të shkatërrojë ditë të tëra përgatitjeje në sekonda. Atëherë ai ndërton fshehjen. Zakonisht është një strukturë e thjeshtë, pothuajse primitive në elegancën e saj funksionale, degë të ndërthurura që formojnë një pengesë të ulët, bar i thatë që mbulon hapjet, gjethe dhe mbetje të vetë mjedisit që maskojnë çdo vijë të drejtë që mund të denonconte praninë njerëzore. Materiali mblidhet nga afërsia e menjëhershme në mënyrë që të mos ketë ndryshim ngjyre apo teksture. Fshehja duhet të duket vetëm si një shkure tjetër mes aq shumë të tjerave në peizazhin afrikan. Gjahtari duhet të mbetet plotësisht i padukshëm. Dhe akoma më e rëndësishme, plotësisht pa erë. Gjirafat kanë një nuhatje jashtëzakonisht të mprehë. Çdo herë njeriu e mbartur nga era, madje edhe në distanca të mëdha, do ta bëjë kafshën të ndryshojë plotësisht rrugën e saj. Gjahtarët hadzabe shmangin përdorimin e çdo substance të parfumuar. Disa mbulohen me baltë ose hiri për të maskuar erën natyrale të trupit. Pozicioni i fshehjes në raport me erën mbizotëruese llogaritet me saktësi absolute. Pritja fillon në muzg. Dielli zbret pas rrëpirës perëndimore të luginës së Riftit, ato shkëmbin gati 1000 metra që formojnë kufirin juglindor të Serengetit. Qielli shndërrohet në një shpërthim ngjyrash të pamundura, portokalli intensive, e kuqe gjaku, vjollcë e thellë, nuanca roz që duken të pikturuara nga ndonjë artist hyjnor. Temperaturat që gjatë ditës mund të kalojnë 40 gradë Celsius, fillojnë të bien me shpejtësi. Kafshët e paranate fillojnë të lëvizin. Hienat thërrasin në largësi me klithmat e tyre karakteristike. Çakejt lehin. Bufat fillojnë gjuetinë e tyre. Gjahtari mbetet i palvizshëm. Ai preferon netët me hënë të plotë. Kërkimet shkencore mbi gjahtarët mbledhës zbuluan se gjuetia e natës me prit mes hadzabeve është më shumë se 3 herë më produktive se çdo metodë tjetër gjuetie. Arsyeja është elegantisht e thjeshtë, drita e argjendë e hënës lejon që gjahtari të shohë kafshët që i afrohen ujit ndërsa ai vetë mbetet i zhytur në hijet e dendura të fshehjes. Kafshët të mësuara të lëvizin natën kur grabitqarët si luanët janë gjithashtu aktiv, ruajnë një farë vigjilence, por ulin paksa mbrojtjen pranë burimeve të njohura të ujit. Gjatë stinës së thatë të vonë, rreth 60% e gjithë gjahut të madh të siguruar nga hadzabet vjen nga këto prita nate në Salameda të pozicionuara strategjikisht. Gati gjysma e të gjithë preve të përmasave të mëdha të gjithë vitit sigurohet përmes kësaj teknike stërgjyshore, të rafinuar përgjatë mijëra brezave njerëzor. Orët kalojnë ngadalë. Gjahtari mbetet në pozicion, muskujt të relaksuar por gati për veprim të menjëhershëm, frymëmarrja e ngadalë dhe e kontrolluar. 1 orë, 2 orë, 3 orë, ndonjëherë gjithë natën. I ftohti i agimit afrikan instalohet gradualisht, por ai nuk mund të lëviz për të ngrohur.
Çdo zhurmë, çdo lëvizje e papritur dhe ditë të tëra përgatitjeje do të shpërdorohen plotësisht. Shpesh pritja është e kodh. Kafshët nuk shfaqen, ose shfaqen por diktojnë diçka të gabuar dhe ikin para se të hyjnë në rrezën e harkull. Gjahtari kthehet në kamp me duar bosh në agim, flet disa orë dhe kthehet natën tjetër. Dhe tjetrën. Dhe tjetrën. Durimi është një virtyt që Hadzabet e kultivojnë që nga fëmijëria. Por kur një gjiraf më në fund i afrohet ujit në atë natë specifike, duke përkulur atë qafë gjigante në një pozicion vulnerabël për të arritur sipërfaqen e lëngshme, gjahtari që priti për orë të tëra është tashmë plotësisht gati. Harku i tij është tërhequr deri në kufi, muskujt e krahut dhe të shpinës duke mbajtur ato 311 Newton tensioni me lehtësinë e dikujt që e ka bërë këtë mijëra herë që nga fëmijëria. Shigjeta është vendosur në mënyrë të përsosur, pupla e pules gineje duke stabilizuar bishtin prej druri kongoroko. Maja metalike shkëlqen dobët në ndritën e hënës. Kjo nuk është një shigjet e zakonshme. Ditë para gjuetis, Hadzabeja përgatiti helmin që bën gjithë diferencën. Më tradicionali dhe më i përdoruri vjen nga trëndafili i shkretëtirës, një bimë sukulente me emrin shkencor Adenium obesum që Hadzabet e njohin si panjuko. Është një bimë e jashtëzakonshme, trung bulbor dhe i fryrë për të ruajtur ujin në mjedis arid, lëkurë e lëmuar dhe shkëlqyese, lule të dukshme me ngjyrë roz ose të kuqe që duken pothuajse artificiale në bukurinë e tyre. Të gjitha pjesët e bimës janë jashtëzakonisht toksike. Ajo rritet në pak vende specifike në rajonin Hadzabe. Burimi kryesor ndodhet në një ishull në bregun juglindor të liçenit Eyasi, ku kushtet e veçanta të tokës dhe lagështisë lejojnë që sukulentet të lulëzojnë. Gjahtarët udhëtojnë periodikisht deri atje, ndonjëherë duke ecur për ditë të tëra, posaçërisht për të vjedhur lëndën e parë që do ta shndërrojnë në armë vdekjeprurëse. Procesi i nxjerrjes është i mundimshëm dhe kërkon një uri të saktë të transmetuar brez pas brezi. Së pari, gjahtari pret degët e bimës ose shtyp tulin ende të ngjitur në trumë. Disa përdorin majën prej drurit të sapatës së tyre, duke hequr teun metalik si një shtypës të improvizuar. Bima goditet vazhdimisht derisa të bëhet një masë fibroze plotësisht e njomur me lëng qumështor të bardhë. Lëngu më pas shtrydhet me kujdes në një enë. Shpesh është e njëjta tenxhere kuzhine që familja përdor për të përgatitur vaktet ditore. Nuk ka ndarje të rreptë midis veglave shtëpiake dhe mjeteve të gjuetis në jetën Hadzabe. Lëngu i nxjerrë dërgohet në zjarr dhe zihet ngadalë me durim derisa i gjithë uji të avullojë plotësisht, duke lënë vetëm një substancë të zezë, të trashë dhe ngjitse si katrani. Pasi është gati, tenxheria lahet intensivisht me ujë të pastër. Një nga gratë e kampit e teston me majën e gjuhës, nëse ka ende shije të hidhur, larja vazhdon derisa të zhduket. Kur hidhërimi zhduket plotësisht, tenxheria kthehet në përdorim normal për të gatuar ushqime. Është një praktikë që mund të duket alarmante për ndjeshmëritë moderne, por që funksionon në mënyrë të përsosur prej mijë vjeçarësh pa incidente. Masa e helmit të zi modelohet si argjila dhe mund të mbartet në formë topi për javë ose edhe muaj pa humbur fuqinë. Kur gjahtari është gati për ta përdorur, ai përzien sasi të vogla me pështym në një guask molusku dhe aplikon pastën direkt poshtë majës metalike të shigjetës, duke e mbështjellë me rripa të hollë që ngjiten fort pas bishtit prej druri. Ekzistojnë lloje të tjera helmi që Hadzabet përdorin. I dyti më i zakonshëm vjen nga Strophanthus emini, një bimë kacavjerëse që rritet në zonat malore të territorit Hadzabe. Hadzabet e quajnë shanjoko. Helmi i nxjerrë nga farat e saj është marron dhe konsiderohet edhe më i fuqishëm. Një lloj i tretë, i quajtur kalikasi, sigurohet përmes tregtisë me fiset fqinje, pasi bima e origjinës nuk rritet në territorin Hadzabe. Të tre llojet funksionojnë sipas të njëjtit parim biokimik shkatërues, përmbajnë glikozide kardiake. Janë përbërës kimik që ndërhyjnë direkt në funksionimin e muskulit të zemrës. Kur hyjnë në rrjedhën e gjakut përmes një plag, ata pengojnë që zemra të relaksohet midis kontraktimeve. Muskuli bllokohet në gjendje sistole të përhershme. Zemra nuk mundet më të pompojë gjak drejt organeve vitale. Te njerëzit, vdekja ndodh në rreth 15 minuta. Te kafshët e gjuetisë të përmasave mesatare, koha mesatare është 20 minuta. Te një gjiraf prej më shumë se 1000 kilogramësh mund të marrë konsiderueshëm më shumë kohë. Kafsha e plagosur mund të vrapojë për qindra metra deri në kilometra.
Mund të duket madje në momentet e para pasi goditet se shigjeta nuk ka shkaktuar asnjë dëm domethënës. Por gjahtari e di. Ai pa saktësisht ku hyri shigjeta. Dëgjoi tingullin karakteristik të majës që depërtonte në mish të gjallë. Vuri re reagimin instinktiv të kafshës, kërcimin nga tmerri, arratisjen në një drejtim të caktuar. Tani fillon faza e dytë e gjuetisë që kërkon po aq aftësi sa e para. Gjurmimi. Shenjat e para të helmit shfaqen brenda pak minutash. Kafsha fillon të nxjerrë jarg tepër, pështyma shkumon në qoshet e gojës ndërsa glikozidet fillojnë të prekin sistemin nervor. Më pas vjen vjellja dhe diareja ndërsa sistemi tretës reagon dhunshëm ndaj përbërësve toksik. Gjirafa bëhet progresivisht e dobët, letargjike, e paqëndrueshme mbi ato këmbë gjigante që më parë e mbanin me aq elegancë dhe fuqi. Hadzabeja ndjek gjirafën e plagosur me durimin e dikujt që e di se koha është në anën e tij tani. Ai lexon shenjat në tokë siç do të lexonit ju një libër në gjuhën tuaj amtare. Gjurmë më të thella nga njëra anë tregojnë se kafsha po lëkundet, duke hedhur peshën në mënyrë të pabarabartë. Degë të thyra në lartësi specifike zbulojnë nga ka kaluar. Gjethet të këputura tregojnë ku kafsha u pengua dhe kërkojnë mbështetje dëshpërimisht. Pika gjaku nxin tokën e thatë, duke shënuar rrugën si thërime buke në një pyll për allash. Përfundimisht, gjirafa bie. Është një moment i huaj, pothuajse antiklimatik pas gjithë atij tensioni. Kafsha më e madhe toksore e gjallë, ai gjigant me qafë të pamundur që gjatë gjithë jetës së tij e pa botën nga lart, thjesht shembet. Këmbët lëshojnë nën peshën e trupit. Trupi rrëzohet anash. Qafa përkulet në kënd jo natyral. Koka godet tokën me një impakt të mbytur që bën jehon nëpër savanën e heshtur. Kur kjo ndodh, gjahtari nuk vrapon drejt saj i vetëm. Nuk ka festim individual. Nuk ka britmë fitoreje. Ajo që ndodh më pas përcakton kulturën hadzabe në një mënyrë të thellë dhe unike. Gjahtari kthehet në kamp. Ecja mund të zgjas orë të tëra, varësisht se sa larg vrapoj gjirafa para se të binte përfundimisht. Ai mbërrin zakonisht në agim, i raskapitur por i kontrolluar. Kampi është tashmë duke u zgjuar, zjarret po rindizen me thëngji të ruajtur gjatë natës, fëmijët po shtriqen dhe po hapin gojen, gratë po përgatisin shportat prej palme për mbledhjen e ditës, burrat po kontrollojnë harqet dhe shigjetat e tyre. Kampi tipik është një koleksion prej ndoshta gjysmë duzine kasollesh të bëra nga degë të lakuara dhe të ndërthurura, të mbuluara me barë të thatë të ardhë. Janë struktura që mund të ndërtohen në më pak se 2 orë dhe të braktisen pa asnjë pendes. Rreth 20 deri në 30 njerëz jetojnë atje, familje bërtham, të moshuar të respektuar, fëmijë të gjitha moshave që vrapojnë mes kasolleve. Nuk ka shef, nuk ka udhëheqës formal, nuk ka hierarki të dukshme. Vendimet merren me konsensus informal përmes bisedave. Gjahtari njofton gjahun. Dhe atëherë ndodh diçka e jashtëzakonshme. Gjithkush ndalon atë që po bën. Absolutisht gjithkush. Gratë që po përgatiteshin për të gërmuar zhardhok në fushat e largëta. Burrat që po riparonin shigjetat ose po pushonin në hije. Fëmijët që po luanin mes kasolleve. Të moshuarit që po ngronin kockat në diellin e mëngjesit. Të gjithë. Sepse një gjiraf është shumë e madhe për të mbartur deri në kamp. Atëherë kampi shkon te gjirafa. Në më pak se 2 orë, hadzabet çmontojnë plotësisht jetët e tyre. Kasollet prej degësh lihen pas ose çmontohen shpejt për të shfrytëzuar materialet. Pasuritë personale që nxën në një batanie të vetme prej lëkure kafshe, mbështillen dhe hidhen mbi supe. Çfarë zotëron në fakt një person hadzabe në botë? Një tenxhere kuzhine. Një enë për ujë të bërë nga kungulli. Një sepath me te metali të tregtuar. Një hark dhe shigjeta. Një thik gjuetje në këllëf lëkure dik-diku, rrobat në trup. Disa sende më të vogla të ruajtura në një çantë të varur në qafë. Kjo është e gjitha. Komuniteti i tërë marshon në përshkuret afrikane deri kura kafsha. Gratë duke mbajtur foshnjat e lidhura në shpinë me pëllura ose lëkur. Fëmijët e vegjël duke u tërhequr nga dora ose duke u mbajtur në krahët e më të rriturve. Të moshuarit duke ecur me ritmin e tyre, pa nxitim, sepse askush nuk lihet pas në asnjë rrethan. Kur mbërrin në vendin e gjuetis, puna fillon menjëherë. Kasollet të reja prej degësh ngrihen rreth kufomës duke përdorur materialin e disponueshëm në afërsi.
Zjarret ndizen me teknikën tradicionale, një shkop druri të fortë i rrotulluar shpejt mes pëllëmbëve të duarve kundër një cope druri të butë me një vrim të vogël, duke krijuar fërkim të mjaftueshëm për të prodhuar një thëngjell inkandeshent që më pas fryhet mbi barë të thatë derisa të bëhet flak. Dhe fillon procesi i shfrytëzimit të kafshës që do të ushqejë të gjithë grupin për javë të tëra. Një gjiraf mashkull i rritur mund të peshojë më shumë se 1200 kg. Studimet shkencore mbi rendimentin e kufomës të gjirafat tregojnë se meshkujt japin afërsisht 62% të peshës së tyre në mish të shfrytëzueshëm, femrat rreth 57%. Kjo do të thotë se një mashkull i madh mund të sigurojë midis 600 dhe 700 kg mish të pastër. 600 kg protein. Për një grup prej 30 njerëzish që normalisht kalon vetëm 3 deri në 4 orë në ditë duke kërkuar ushqim, një gjiraf e vetme përfaqëson një bollëk pothuajse të imagjinueshëm. Është e barabartë me javë të tëra gjuetisht të suksesshme të përqendruara në një kafshë të vetme gjigante. Mishi procesohet në disa forma përgjatë ditëve në vijim. Një pjesë konsumohet menjëherë, e prerë në copa dhe e pjekur direkt mbi zjarret kërcitëse. Dhjami shkrihet dhe pikon mbi thëngjit, duke krijuar një aromë që tërheq të gjithë ngrënësit e mbetjeve të rajonit, hienat që vërtiten në distancë të sigurt, shkaba që qarkullojnë me durim në qiellin blu, çakejt që përgjojnë mes shkureve. Një pjesë e mishit pritet në ripa të hollë dhe të gjatë, të varur në deg ose litar të improvizuar për t'u tharë në diell dhe në erën konstante. Ky proces krijon një lloj mishi të tharë afrikan të quajtur biltong që mund të zgjas javë ose edhe muaj pa ftoje, madje edhe në nxehtësinë intensive të savanës. Mishi i tharë humbet pjesën më të madhe të lagështisë, por ruan proteinat dhe lëndët ushqyese esenciale. Kockat e gjata të këmbëve marrin trajtim të veçantë. Thyen me gur të përdorur siç e kanë kundër shkëmbimeve më të mëdhenj që shërbejnë si kudër, duke ekspozuar palcën dhjamore që konsiderohet si një nga delikatesat më të mëdha. Palca e gjirafës është veçanërisht e vlerësuar, e pasur me kalori, me acide yndyrore esenciale, me lëndë ushqyese që trupi njerëzor i thith me lehtësi të jashtëzakonshme. Por jo i gjithë mishi u përket të gjithëve barabartë. Hadzabe kanë një koncept të quajtur epeme që rregullon shpërndarjen e pjesëve të caktuara specifike të kafshës. Vetëm burrat që kanë vrarë tashmë një gjah të madh, gjë që zakonisht ndodh rreth të 20-tave, mund të quhen burra epeme. Dhe vetëm burrat epeme mund të hanë pjesë të caktuara të konsideruara speciale dhe të shenjta, veshkën, mushkërinë, zemrën, qafën, gjuhën, gjenitalet e kafshës. Këto prerje konsumohen veçmas në një vakt ekskluzivisht mashkullor që ndodh larg grave dhe fëmijëve, zakonisht natën kur të gjithë të tjerët kanë fjetur tashmë. Është një moment shoqërie mes gjahtarësh, tregimesh të ndara, transmetimi të njohurive nga më të vjetrit te më të rinj. Pjesa tjetër e mishit, megjithatë, ndahet në mënyrë jashtëzakonisht barazitare. Hadzabet nuk kanë shefa. Nuk kanë hierarki sociale formale. Nuk grumbullojnë pasuri apo zotërime përtej minimumit të nevojshëm për të mbijetuar. Kur ka mish, gjithkush ha derisa të jetë i ngopur. Kur ka mungesë, gjithkush vuan urinë barabartë, pa përjashtime. Antropologët që studiuan Hadzabet për dekada e përshkruajnë këtë si një nga shoqëritë më sinqerisht barazitare të dokumentuara ndonjëherë në historinë njerëzore. Antropologu James Odborn shkroi se Hadzabet janë të fiksuar pas barazisë, se diferencat e pushtetit, pasurisë dhe statusit përmbysen sistematikisht nga norma sociale thellësisht të rrënjosura. Zona rreth plagës origjinale, ku helmi hyri në rrjedhën e gjakut, duhet të hiqet me kujdes dhe të hidhet. Glikozidet kardiake mund të jenë të rrezikshme nëse konsumohen në sasi. Por pjesa tjetër e kafshës është plotësisht e sigurt. Toksina nuk përhapet nëpër mishin muskulor gjatë kohës midis helmit dhe vdekjes. Ditët pas therjes së një gjirafe janë me bollëk dhe festim të sinqertë. Askush nuk ka nevojë të dalë për të gjuajtur apo mbledhur. Ushqimi është aty, i bollshëm, i rinovuar në çdo vakt. Netët përfshin valle dhe këngë që bëjnë jehon nëpër savanën e errët, tregime të treguara rreth zjarreve, të qeshura fëmijësh me barkun plot për herë të parë pas javësh. Hadzabet kanë një valle rituale të quajtur gjithashtu epeme që ndodh vetëm në netët pa hënë, në errësirë totale dhe absolute. Të gjitha zjarret e kampit fiken plotësisht. Dhe në errësirë burrat kërcejnë, godasin këmbët ritmikisht, këndojnë këngë stërgjyshore që lidhin të gjallët me të vdekurit, njerëzit me forcat kozmike. Ishoko dhe Haine janë figurat mitologjike qendrore të kësaj kozmologjie.
Sipas Hatzabeve, dikur qielli qëndronte poshtë tokës. Ishoko dhe Haine mbështollën qiellin dhe tokën si dy fletë lëkure dhe ndërruan pozicionet e tyre, duke vendosur qiellin mbi ne. Këto figura gjithashtu u dhan njerëzve akses në zjarr, u mësuan si të ulen, si të zgjedhin vende për të jetuar, cilat ushqime mund të hëngren. Ishoko është diellore dhe femërore. Haine, burri i saj, është hënor dhe mashkullor. Por realiteti bashkëkohor i Hatzabeve është shumë më pak idilik se sa ky përshkrim mund të sugjerojë. Deri para 30 vjetësh, ata gjuanin rregullisht kafshë të mëdha si zebra, buaj dhe gjirafa në pyjet e dendura të akacieve të tokës së tyre amtare, lugina i Aidachini. Ndanin territorin me rinoceront, luan, elefant dhe tufa të mëdha kafshësh. Sot, shumica e këtyre gjitarëve të mëdhenj janë paksuar drastikisht. Hatzabet varen gjithnjë e më shumë nga gjahu më i vogël, dik të vegjël, majmun, dera të egër. Gjuetia e gjirafës është bërë një ngjarje e rrallë. Territori Hatzabe është tkurrur 90% në 50 vitet e fundit. Barinjt sollën bagëti që konkurrojnë për ujë dhe trembin gjahun. Bujqit shpyllëzuan pyjet për të mbjellë qep. Autostradat presin rrugët e migrimit të kafshëve. Gardet ndajnë tokën komunale. Nga një popullsi prej rreth 1300 njerëzish, vetëm 1/3 jeton ende